Sfida e mos reagimit në shtëpinë e Big Brother VIP po vazhdon të testoj banorët me situata nga më të ndryshmet. Këtë herë produksioni ka zgjedhur t'i provokojë përmes ekranit qendror të shtëpisë, duke shfaqur një grafik që ngjasonte tërësisht me një televotim real. Në imazhin e transmetuar u shfaqën fotot e Mirit dhe Rogertit, të shoqëruara me pyetjen e zakonshme të eliminimeve: kë doni të shpëtoni? Kjo pamje krijoi iluzionin e një nominimi kokë më kokë mes dy banorëve. Pavarësisht rregullit strikt për të ruajtur qetësinë dhe për të mos reaguar, kjo pamje ka nxitur një veprim të papritur nga Rogerti. Ai është parë fillimisht duke u lutur në mënyrë indirekte, duke lënë të kuptohet se do të dëshironte shumë që kjo përballje të ishte e vërtetë. Më pas, në një gest ironik dhe sfidues, ai është afruar te ekrani dhe ka puthur fotografinë e Mirit. Mbetet për të parë nëse ky veprim i Rogertit do të konsiderohet si një thyerje sfidës së mos reagimit nga ana e vëllait të madh, apo nëse do të kalojë si pjesë e dinamikave të lojës deri në përfundim të kësaj prove të shtunën. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.